Gjatë këtij gjykimi u dëgjua zëri I atyre që nuk mund të flasin, përmes zërit të atyre që ndjetuan. Me këtë frazë e nisi fjalën përfundimtare prokurori Ilir Morina në gjykimin ndaj Gavrilo Milosavljevićit I akuzuar për krime lufte në masakrën e Dubravës. Morina theksoi se gjatë procesit gjyqësor u vërtetua që I akuzuari e ka kryer veprën penale që I vihet në barë e që kërkon dënim meritor për të akuzuarin Milosavljević. Vlerësojmë se gjatë këtij gjykimi gjyqësor u vërtetua përket dyshimit të bazuar mirë se vepra penale objekti I kësaj akuze është kryer dhe se I pandehuri këtu subjekt I kësaj akuze është kryes I saj. Prokurori I përmendi edhe rastet dhe deklaratat e dëshmitarëve që e kanë identifikuar të akuzuarin gjatë gjykimit. Dëshmitari Fajrush Xhemali I pyetur nëse e njihte të panderin Gavrilo Milosavljević u përgjigj rreth 4 vjet sa kam qenë aty. Po që trasem se vjen I burgu, unë I bio radi zatvor. Kur jemi hyrë, na I kanë marrë generale. Kad smo mi ušli I oni su nama podaci, oni su nas slikali. Na kanë marrë shenjat e kisave. Këtë punë e ka kryer në atë kohë. Kur jam hyrë unë. Kad sam ja ušao, Domethënë dikun ka 94. Gjatë asaj kohe tokom tog e vremena, kam njohur. ja sam ga poznao. Ndërkohë I pyetur nëse gjatë asaj kohe I kujtoi nëse Banderi kishte pasur ndonjë pseudonim. Ai u përgjigj. On je odgovorio, Gagi I kanë thënë kështu. Gagi, tako su Si njega që kanë zvali, thënë Mitri, kao što su zvali mi Mitra. kanë thënë Gagi. Këtë e kundërshtoi Nebojša Vllajić, avokati I të akuzuarit. Ai nuk e ka bërë atë për të cilën është akuzuar dhe për këtë gjë nuk ka asnjë provë. Edhe I akuzuari Milosavljević tha se nuk ka lidhje me veprat për të cilat akuzohet. Mua me vjen keq për ato që kanë ndodhur në Dubravë, por nuk kam lidhje me këtë gjë dhe nuk kam qenë fizikisht atje. E kam thënë edhe herën e kaluar kur kam dhënë deklaratë. Aktakuza e prokurorisë speciale e ngarkon Milosavljevićin për pjesëmarrje në vrasjen e 109 të burgosurve në Dubravë dhe plagosjen e 108 të tjerëve me 22 maj të 1999-s. Nga 19 deri me 24 maj të 1999-s, në kohën kur rreth 1000 shqiptar janë mbajtur në burgun e Dubravës, forcat serbe kanë kryer njërin prej masakrave më të mëdha në Kosovë, duke I vrarë 117 të burgosur shqiptar dhe duke I lënë të plagosur rreth 200 të tjerë.